Përshëndetje Artur, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Publiku kërkon të di diçka rreth fillimeve tuaja si sportist deri në momentin aktual kur jeni trajneri i Apollonisë. Përshëndetje Artur, ju falenderoj një herë, është kënaqësi që juve jeni gjithmonë pranishëm pranë këtyre fushave të sportit, duke marrë në intervista njerëz të ndryshëm, gjë që na bën që ne të jemi fokus për dhënë një informacion kundrejt publikut, gjë që në fakt është për të ardhur keq, është në mungesë. Gjithsesi unë po filloj me veten time. Besoj të gjithë e dinë, unë jam Artur Kasaj, i datëlindjes 70, sot mbushur 55 vjeç. Po me basketbollin unë kam shumë të hershme që në moshën 7 vjeçare, që kam filluar me sportin e basketbollit. Fillimisht në ato klasat duke luajtur vetëm me shokët, normal që është familjare, sepse babai ka qenë boksier, trajner boksi, arbitër basketbolli, riktheu përsëri boksi në qytetin e Fierit, dhe unë normalisht vazhdoj në gjurmët e Timetit. Basketbollin domethënë ka filluar me klasa sportive, le ta themi zyrtarisht, në klasën e 5, me mësues Lili Gërmaun, që sot ka ndruar jetë, edhe këto janë figura të pikasura të basketbollit fierak. Kam vazhduar deri në klasën e 8, se atëherë ishim në shkollë 8 vjeçare, pranë shkollës Andon Zoza, shkolla e mirënjohur e qytetit Fierit me klasat sportive të basketbollit, ku aty kanë qenë mësues nga ata të cilët i kanë dhënë tonin qytetit, duke nxjerrë mira talente në sportin e basketbollit, si për vajza dhe për djemë. Dhe kanë qenë profesor Bart Angjeli, ka qenë Ylli Lloska, Lorenz Pasha, Ballkëze, ja harroj mbi emrin realisht, por se janë shumë vite, bëhet fjala këtu edhe në vitet 79-80, ku ne kemi filluar në klasën e 5. Pastaj pas marrimit të shkollës 8 vjeçare, kam vajtur në shkollën e mesme Perikli Ekonomi dhe jam matura e parë e këtij gjimnazi me emër. Dhe direkt kemi kaluar me ekipet e moshave që atëherë quheshin ekipet e para të rinjve. Por një gjë që ka qenë bukur në ato vite ka qenë edhe klasat sportive, po ka qenë kampionatet e pionierëve që bëheshin në rrethet të ndryshme, ku ne jemi takuar me shumë sportistë të ekipeve dhe qyteteve të tjera, dhe kemi ruajtur ato relatat edhe sot e kësaj dite që jemi kolegë të tjera. Pastaj me ekipin e të rinjve, me profesor Barty Angelin, ikon e madhe e basketbollit fierak, një emër i njohur për gjithë qytetin e Fierit. Pastaj vazhdoi shkollën e lartë në Universitetin e Sporteve, normal nuk mund të dilja ndryshe nga geni familjar, sportiv, dhe me specialitetin e basketbollit, kur atje jam atashuar me ekipin e studentit, ekipin e parë, ekipin e të rriturve, për 3 vitet e shkollës, por jam ai studenti i tranzicionit. Jemi në 89-92, vitet 90, ju i dini, vitet të transformimit politik, ndryshimi i regjimit, por që përsa i përket fushës sportit erdhi me dëme të mëdha, duke u shkatruar ekipet, dhe ne kemi bërë një sport me gjakit, themi, me djers në për ato fushat e Qymyrit në Fier, Elbasan, në pallatin e sportit Aslan Rusin në Tiranë, dhe me ekipin e studentit një përvojë e mirë, me një emër të madh si Kushtrim Zaçe trajner. Pra kam kaluar dhe mbas mbarimit të shkollës, 92-shin, vit dhe kthehem në qytetin e Fierit, po siç e thash, është ai momenti që sporti vdes, edhe të tjera gjëra ishin në fokus, sporti ishte i dorës fundit, filloi të prisheshin ekipet zinxhir, biles është momenti që ekipi i Apollonisë bie në kategorinë e dytë, dhe unë në një moshë shumë të shpejtë, shumë të herët, detyrohem ta lë si sportist basketbollin, në një kategori inferiore, gjë që për veten time, domethënë kam pasur ego që të jem dhe kam dashur të jem në elitën e basketbollit fierak, shqiptar, dhe nuk mund ta pranoja të isha në atë rënje kategorie, sepse ishin ekipe goxha të nivelit dop. Dhe mendoj kjo është pak a shumë jeta ime sportive si sportist. Cilat janë sukseset tuaja si trajner
Atëherë, siç e thash, fillimet kanë qenë me kampionatet e pionierëve, ku mbaj mend, domethënë, në klasën e 8 që kemi qenë, jemi mbledhur në qytetin e Elbasanit, ku atëherë këto kampionate pionierësh nuk ishin vetëm në sportin e basketbollit, por ishin dhe në sportin e atletikës, futbollit dhe në këto sporte dhe grumbullimi i pikëve ishte për gjitha ekipet dhe ne kemi dalë në vendin e dytë si qytet, ka qenë me grumbullim, mund të mbaj mend aktivitet shumë i bukur dhe për ne ishte argëtimi i vetëm që mund të kishim. Kurse pastaj normale që sukses është të bësh stërvitjen në pallatin e sportit Aslan Rusi, pranë ekipeve të Dinamos, Partizanit, Tiranës, pranë ekipe elitare, të jesh pranë disa lojtarëve me emër si Gazmet Çaçi, Sokol Kuqo, Eduard Çaçani, Edrama, etj. Domethënë që kanë qenë lojtarë të këtij brezi, unë kam qenë në brezin e fundit, domethënë brezi i vogël dhe kam kapur në fundin e karrierës tyre këta lojtarë dhe këta emra të ndjenjë basketbollit shqiptar. Sa orë i duhet një basketbollistit që të jetë në formën më të mirë, të mundshme për një ndeshje? Normalisht, dua të them jo për mburje, po ky brezi jon, brezi i vuajtjeve, brezi i ndryshimit dhe tranzicionit si politik, po dua të them që ka qenë dhe brezi akademik, ndryshimit akademik, por në shkollën tonë, domethënë ka qenë një shkollë, vërtet shkollë shumë e fortë, shkollë me norma, me karaktere, me rezultate pozitive, mësues dhe pedagog të niveleve të larta, dhe ne jemi marrë edhe me gjimnastikën, edhe me sportet e rënda, edhe me volejbollin, edhe me futbollin, domethënë kemi parë si sporte elitare me psikologjinë, anatominë, dhe mund të them me bindjen e plot që kolegët e mi që kanë mbaruar bashkarisht me mua ai brez edhe më përpara, kam pas një aftësi për të qenë edhe një menaxher i mirë, për të qenë dhe i mjeku mirë, një fizioterapist i mirë, një psikolog i mirë me lojtarët. Domethënë ajo shkolla ruse le ta themi, por një shkollë që vërtet ka qenë eficient për neve dhe na ka bërë më të fortë në jetën tonë sportive. Dhe di të them që ajo shpreha vërtet e atij sistem për t'u haruar në shumë gjëra, por për t'u kujtuar dhe në shumë gjëra. Dua të them që atëherë dikur shkruhesh me të mëdha 180 minuta stërvitje dhe jo 180 minuta në stërvitje. Pra kishte një që të jemi 180 minuta aktiv dhe jo 180 minuta të rrim aty dhe të vegjetojmë. Pra që unë mendoj që minimalja duhet të jetë 3 orë stërvitshmëri në ditë për të qenë një profesionist i vërtet në sportin e basketbollit. Shiko, unë doja të thosha që patjetër në plan të parë dhe ne për te se jemi në fushën e sportit, gjithmonë u kërkojmë sportistëve tanë dhe fëmijëve duke i parë dhe si prindër, jo vetëm si trajner, që sporti është në dorën e tyre. Duam një nxënës, duam një fëmijë i cili të jetë i aftë, t'i mbaj të dyja bashkarisht dhe t'i udhëheqi në të njëjtën rrugë njëkohësisht. Që do të thotë, ne asnjëherë nuk mund të kërkojmë që ai të jetë deficient pranë lëndëve mësimore dhe të japi prioritet basketbollit, por dhe kundërta, domethënë nuk mund të themi që ti mund të bësh një sportist shumë i mirë duke punuar me pak minuta dhe jo me orë të mjaftueshme për të qenë nëse ti e dëshiron si fëmijë dhe dashuron sportin e basketbollit edhe pretendon që ti jesh në elitën e basketbollit shqiptar. Unë mendoj një njeri i cili ka vullnet, ka dëshirë, ka pasion, e gjen kohën për të marrë me të dyja. E gjen kohën dhe normalisht duke komunikuar me ne mund të japim programe individuale në kohë që ati nuk i merr minuta as nga mësimet, nuk i prek as provimet etj. Dhe ai njëkohësisht mund t'i ndjekë të dyja dhe ne kemi plot sportistë ditët e sotme, të cilët i bëjnë në mënyrë të mrekullueshme të dyja dhe mund të them në tërë karrierën time si trajner, kam shumë studentë që sot janë mjek të mirë, janë dentistë, janë inxhiniera, IT, etj. Në fushët më të rëndësishme të jetës. Kemi një rikthim të publikut sportazëve në shkallët e stadiumit. Kjo fal ekipit?
Atëherë, një pyetje shumë e rëndë, një pyetje vërtet që, siç e tham edhe në fillimin e bisedës, tham që në vitet 90 ishte ajo transformimi i gjithave, shkatrimi, prishja me dashje pa dashje, ignorancë, apo nuk e dim si mund t'ja vëmë emrin, se normalisht sporti është elitar në të gjitha shtetet, sporti ka ndalur luftra. Domethënë është ngritur flamuri i bardhë për të bërë lojra olimpike etj. Domethënë ka një fuqi magjepse, sidomos futbolli, ju e dini shumë mirë, besoj dhe e keni ndjekur kampionatet ku qanë një popull i tërë dhe ka një shikueshmëri tepër. Domethënë dua të them që prek vërtet ato telat e zemrës të gjithë tifozëve, të gjithë njerëzimit, domethënë kalojnë momente nga vështirësitë e jetës e tjera, kërkojnë domethënë të shikojnë ndeshje argëtuese e tjera dhe të kalojnë një pjesë të ditës duke ndjekur këto evente të mëdha. Dhe çfarë duhet të them me këtë? Humbi shikueshmëria normal, duke mos patur një rezultat, duke mos patur një informacion, u mbyllën ato rubrika sportive me emër, gazetat, domethënë nuk ishin më prezent që populli i merrte e kishte ushqimin e ditës, gazetën Sporti Shqiptar apo Sport Express, duke ulur në kafenet, duke lexuar gjithë lajmet, ku në sportin e basketbollit domethënë kishte atë faqen e vet, edhe ata mund ta merrin informacionin ndoshta më mirë dhe nga ne, sepse merrin për gjithë kampionatin shqiptar, ku ndodheshim ne si qytet i Fierit me ekipet tona. Dhe shikueshmëria ra, interesi ra, ndodhi ajo migrimi nëpër qytete, largimi i fierakëve, e dim shumë mirë nëpër ky qytet, emigrimi në shtetet e huaja, ardhja në zonave rurale të cilët nuk kanë qenë ndjekës të rregullt të këtyre aktiviteteve kulturore sportive në qytetin tonë, si teatri, kinemaja, të cilat dhe këto kanë humbur vlerat e tyre dhe ne dim shumë mirë bashkërisht, por dhe sporti. Dhe vërtet këto kanë ardhur si Facebooku, Instagrami, YouTube-i, të gjitha këto kanë sjell që po e mbushin me informacion publikun avash avash, dhe ata po kuptojnë që vërtet këtu ka aktivitete. Shumë nuk e din këtë pallat sporti ku jemi bashkë, nuk e din që është prezent dhe unë falenderoj Bashkinë e Fierit, që na ka dhënë për momentin, vërtet kjo është një palestër e shkëlqyer për sportistët, mban një kapacitet me 660 njerëz publik, por që në qoftë se ne do të kishim një tejmbushje, domethënë do të kishim një interesim dhe ta kalonte këtë numër, pse jo do të përdorim edhe ambientet e tjera të fushës, të cilat do t'i mbushin dhe do rriteshin kapacitet, dhe kjo do sillte normalisht një kërkesë për të bërë një pallat tjetër sporti, pse jo, dhe ambientet ne dim shumë mirë që infrastruktura rrit dhe cilësinë e sportit. Pra kemi një rikthim. Dhe rikthimi patjetër që është dhe rezultati. Mund të them këto 2 vite kanë qenë vite vërtet me vitet e dikurshme, po ekipet e femrave, domethënë të vajzave kanë qenë në elitë të basketbollit, sot nuk i kemi, presim të ringrejmë përsëri të krijojmë atë akademinë tonë të basketbollit, gjë që shikojmë dhe interesimin e prindërve fillimisht, por duke lajmëruar njëri tjetrin edhe në ato faqet siç thash, Facebook, Instagram, duke hedhur, duke publikuar në këto rrjetet sociale, normalisht informacioni ka filluar të teqohet. Mendoj që ka vend për më shumë. Keni patur shumë sukses me një ekip privat, sot është në logon e Bashkisë Fier. Si do t'i rendisni këto sukseset e këtij ekipi dhe kjo falë punës tuaj, punës së sportistëve apo punës në grup? Atëherë kanë qenë momente, siç e dim, të gjithë në karrierën e vet kanë ato uljet, ngritjet e tyre. Domethënë unë kam filluar pjesën e të qenurit trajner në vitin 2004-2005, krah për krah me të ndjerin Miçoqini, dhe ky një emër i madh i futbollit fierak me ekipin e parë të vajzave si zvendës trajner, ku janë falenderimet e mia për ato rrugën e parë të trajnerllëkut, gjë që më bëri të mësoj nga këta trajner, të marr ato dijet e para, t'i vënë në zbatim në praktik,
me ekipin e vajzave, ekip i cili u ngrit dhe kaloi në kategorinë superiore. Pastaj në vitin 2005-2006, kur kemi një sëmundje të rëndë të profesorit Bardyl Angjeli, unë kam marrë në drejtim ekipin e parë, si trajner i parë i ekipit të djemve, dhe për pak muaj, për modesti, por dua ta them se është merit atyre djemve që më kanë mbështetur në atë kohë, është merit e klubit sportit që më kanë mbështetur, e shefit klubit Lili Gërmau, i cili më dha besimin e plot ta drejtoja ekipin, dhe jemi shpallur kampion për kategorinë e parë, jo superioren, kategorinë e parë me 16 fitore dhe asnjë humbje. Domethënë nga ndeshja në ndeshje ne krijuam një ekip solid, ekip punëtor, ajo ka qenë. Unë nuk është se erdha dhe shpika basketbollin, por mund të them me dije të plot që vura gurët e shallë në vendin e dur. Domethënë ka qenë pjesa strategjike, por ka qenë marrëdhënia kthim përgjigje domethënë e trajnerit me sportistët, marrëdhënia jon ka qenë e shkëlqyer. Domethënë ka qenë vërtet, le ta themi, si një formacion ushtarak, ku ka një komandant me strategji të vetën dhe këta ushtar, domethënë në kuptimin e mirë, të cilët ne vemi në një betejë, në luftë për ta fituar. Dhe që ta fitojmë, duhet të nxjerrim të punojmë fort, të japim strategjitë e duhura, t'i zbatojmë me përpikmëri dhe me disiplinë, se disiplinë nuk është vetëm sjellja njerëzore në rrugë apo në kafene apo në ambiente të ndryshme. Disiplinë është dhe disiplina tekniko-taktike, e cila i paraqitet lojtarëve dhe lojtarët janë besnik për ta bërë më së miri atë. Kjo ka qenë, mund të them, fitoria e ekipit tonë. Çfarë jepim, bëhesh, dhe çfarë bëhesh, mbarohesh deri në fund, deri kur pinte birbirin sekondën e fundit dhe ne shpalleshim fitues nga njëra ndeshje në tjetër. Çfarë roli luan Federata e Basketbollit për nxitjen e të rinjve drejt këtij sporti të bukur? Federata Shqiptare e Basketbollit është, siç e dim, rregullatori i gjithë veprimtarive sportive të këtij sporti, me ekipe zinxhir duke shpallur kampionatet për gjithë grup moshat. Ajo që është pozitive është që në këtë federat, domethënë, aderojnë kampionati U14-ave, U16, U18, është hapur kampionati U20-ave, kategoria e parë dhe Superligë. Gjithashtu dhe Liga Unike, që është bashkimi 4 ekipeve më të mira shqiptare, në flas për basketbollin femra dhe meshkujt të Superligë, bashkuar me 4 ekipet më të mira kosovare dhe është një kampionat të vetë. Si organizohen ekipet e moshave dhe sa është mosha minimale për të futur në basketboll? Nëse dikur ne thoshim moshën 10 vjeç të fillojmë basketbollin, ne mund të themi që pse jo, duke qenë se kemi qenë dhe në trajnime të ndryshme të shtetet perëndimore. Biles kthehemi vjet kemi qenë në Bologna në një turne Daimi Loptu, një nga turnet më me famë në Itali, në Bologna, ka 20 vjetorin e saj që bëhet dhe ishte krenaria jonë që klubi Apollonia mori pjesë në këtë turne dhe na u bë ftesa. Dhe atje pam me sy tam, përveç ndeshjeve që kemi parë dhe nivelit të 15 vjeçarëve, një nivel i frikshëm që djem tam panë se çfarë bëhet dhe duhet mësojnë nga shokët e tyre. Por vumre në ato palestra punohesh me 3 vjeçar. Mosha 3 vjeçare me lojra të ndryshme, mësoheshin ato të gjërat, jo siç e kemi sot, po e kemi vënë re. Momente sidomos prindrit e rinj, moment që një fëmijë qan, gjë e parë që i bëhet i afrohet telefoni për ta pushuar. Domethënë zgjidhja është më mirë mos qaj dhe jo që ne të punojmë për të qëndruar këtij fëmijë në kokë dhe për t'i mësuar disiplinat të ndryshme që ai të bëhet një fëmijë i mbar, një fëmijë i shëndetshëm, jo vetëm nga ushqimi, por i shëndetshëm ndërisht, psikologjikisht edhe fizikisht. Cili është për ju ekipi më i mirë i basketbollit i të gjitha kohërave në Shqipëri? Po ta marr, domethënë me atë që unë kam jetuar nga në këto 48 vjet, kjo vlen për të theksuar, Artur, që unë kam që moshën 7 vjeçare dhe sot 55 vjeç,
48 vjet. Them që do t'i thyej rekordet e të qëndruarit në bankinën e basketbollit, për sa të kemi jetë, dhe mendoj që do t'i thyej. Dua të them këtë që në këto 48 vjet nuk mund të lëm pa përmendur klubet e mëdha si klubi Partizanit, klubi Tiranës, klubi Dinamos, edhe pastaj klubi Vllaznis. Pak a shumë kjo ka qenë renditja, klubi Apollonis, i Skënderbeut, i Elbasanit, i Flamurtarit. Këto klube do më kanë qenë emrat e mëdhenj. Por ka ndryshuar kohët, jemi në vite që po i afrohemi perëndimit. Sot luhet me lojtarë të huaj nëpër ekipe, vijnë eksperienca të reja, nga trajnimet, basketbolli evolon dhe edhe unë pse jam në këtë moshë nuk dua të ndaloj së studiuari dhe së mësuari të gjitha ndryshimet e reja që ndodhin, qoftë në rregulloren e basketbollit, qoftë në trajnimin e këtyre ekipeve, si të moshave dhe ekipet e para. Më është një kënaqësi të jesh pranë librave, edhe pse jemi në një moshë që ndoshta do kishim nevojë, si që janë moshatarët e mi që gjejnë tani, kërkojnë qetësinë, kërkojnë rahatinë e tyre, një punë, jo, unë nuk ndaloj së punuari nga ora 7 e mëngjesit deri në këtë orë që jemi bashkë, po vete afërsisht ora 21. Pra do të thotë unë pa 12 orë punë, Artur, nuk mund të dal nga fusha. Është kënaqësi ime. Deri në çfarë moshe mund të luajë një basketbollist? Nuk ka moshë. S'ka moshë. Nuk ka moshë, edhe pse ne mund të themi sepse ky është një sport me dinamik të lartë. Është një sport me përplasje. Nuk është një sport ka goxha dinamik, goxha përplasje dhe normalisht moshat 37, 38, 39 fillojnë ta ulin në ritmin, por ka dhe raste veçanta që e kanë kaluar këtë moshë. Pra, sporti nuk je moshë. Nëse ka pasion, ka dëshirë, ka punë, nuk them që mund të vazhdoj. Çfarë duhet të bëjë një trajner që të jetë i suksesshëm? E para, siç e thash, nuk e kam ndjerë unë atë suksesin tim, por besoj dhe kolegët e mi duhet më mbështesin te kjo pjesë. Unë mendoj që një trajner i suksesshëm duhet jetë të njohë botën e sportistit. Është alfa, të njohë botën e tyre, të di, të shprehë dhe të japi të gjitha teknikat individuale që në moshat e vogla dhe deri në moshat që ta vinë lart, të di të japi, të demonstrojë, është demonstrimi, është arma më fortë, përsëritja. Duhet me patjetër të qëndrojë në momentet që gjërat nuk shkojnë dhe nuk bëhen mirë, jo ne t'i kalojmë ato, sepse kjo ka bërë që lojtarët kanë ardhur në ekipet më të larta me goxha gabime dhe ne jemi munduar të bëjmë rregullimin dhe riparimin e këtyre gabimeve, po koha nuk pret, ne po përgatitemi për fazën e ndeshjeve dhe nuk kemi kohë të rregullojmë lojtarët. Pra, duhet me patjetër i jep individualitet, ushtrime, loja është e fundit, që të vëmë te loja duhet t'i kemi mësuar gjitha gërmat e basketbollit, gjitha alfabetin e basketbollit, që nga driblimi, nga pasimi, nga të gjitha findet, reboundi, të gjitha këto pjesë kompletojnë një lojtar, duke patur këto cilësi fizike dhe teknike, dhe i vjen i kompletuar për lart. Por këto janë dorë trajnerit. Trajneri duhet jetë një baba i mirë, një prind i mirë, një disiplinë e hekurt, nuk duhet abuzoj as në oraret stërvitore, nuk duhet abuzoj, duhet jetë i fortë, duhet të tregoj që unë jam strategu dhe ne bashkarisht duhet t'ja arrim të luftojmë dhe t'ja dalim se betejë. Çfarë duhet bëjë një trajner për të fuqizuar punën në grup? Atëherë, grupin që ka në dispozicion, grupi është fat, mund të jetë grupi i nivelit elitar, mund të jetë grupi i nivelit mesatar, të gjitha grupet që ty duhet të bien në dorë, sipas grupit që ti ke për të punuar, duhet të shpallësh objektivat e tua. Qofse ti ke një grup dobët, nuk mund t'i biesh murit me kokë dhe të thuash do dal kampion. Por ajo që unë do të veçoja që në grup, ne flasim në grup, gjërat thuhen, gjërat përplasen, fliten, mbyllen aty, kritikat që duhet të thuhen, mendimet e sportistit duhet të dëgjohen, duhen sqaruar për mendimet se të rinj janë,
dhe mund të kenë edhe mendime të gabuara, në fund e njohin basketbollin si sportist, por nuk e njohin si strateg, nuk e njohin si trajner. Dhe ne jemi të detyruar t'ia sqarojmë, nuk mund ta anashkalojmë, nuk mund ta bullizojmë duke i thënë vazhdo atje dhe si të bëhet nga shumica e trajnerëve të rinj që arrin dhe gabojnë në marrëdhënie sportist-trajner. Por, duhet jetë e qartë, unë jam trajneri dhe ju jeni sportisti. Keni vendin tuaj, punën tuaj, detyrat tuaja për të bërë siç ka më të mirë. Nëse këto gjëra do të kuptohen kështu dhe marrëdhënia në grup do të jetë e fortë, dëshirë dhe besim në vete për të fituar, besim që ne do të arrijmë atë objektiv që vendosim, mendoj që suksesi është shtatë. Sa e rëndësishme është përgatitja psikologjike përpara ndeshjes? Siç e thash, të gjitha stërvitshmëritë janë në fushë, por dhe stërvitja psikologjike apo teorike, le ta themi, është shumë e nevojshme. Dhe bashkëbisedime të ndryshme, ndoshta filma të ndryshëm sportiv, nga histori të ndryshme sportive dhe filma ka sa duhesh. Është mirë që të shikohen me grupin, të analizohen, të flitet me sportistët, sepse ndodh që ti ke karaktere të ndryshme sportistësh. Jo të gjithë janë një lloj. Dikush e do me të bërtitur dhe bëhet eficient. Domethënë e kthen rezultatin pozitiv në atë të bërtitur që bërtitur në thonjë sa bërtitur për t'i kujtuar diçka që duhet bërë, një detyrë për ta kritikuar një gabim, por ke dikë tjetër që mund të prihet kur ti vërtetet dhe stepet. Pra duhet të jesh shumë i kujdesshëm me marrëdhëniet mes secilin nga lojtarët. Nëse ti do dish dhe do t'i njohësh mirë psikologjitë e tyre dhe ti do të përdorësh psikologjinë tënde në ndihmë të tyre, unë jam i bindur që gjua mes trajnerëve sportivë zgjendet shumë mirë. Cili është për ju trajneri më i mirë i basketbollit? Që është një pyetje sa e bukur dhe aq edhe e vështirë, sepse kampionati është i madh, kampionati është i gjatë, siç e thash, aktivitetet janë të shumta. Ndonjëherë trajnerët e moshave janë më të rëndësishmit, sepse po kalisin. Edhe pse janë mbrapa dhe pse janë në mosha më të vogla. Nuk u dalin emra. Por duhet të kuptosh që atje fillon të kalit psikologjitë e tyre, teknikat e tyre, etj. Megjithatë, për të qenë më konkret, unë patjetër do t'i them disa emra për mendimin tim, siç unë i mendoj, por nuk do të thotë që çfarë mendoj unë është ashtu. Në këto vite që po operojmë në basketboll dhe ne si Apolloni jemi pranë rezultateve, unë do të përmend disa emra. Atëherë, për mendimin tim, Beskida është duke kaluar një moment shumë të mirë këto 2 vite, ka vendosur tonin në basketbollin shqiptar dhe për fal qoftë për merit të atyre që i mbështesin, si bashkinë që kanë ata, Bashkia Lezhë, qoftë edhe sponsorët, dhe kanë krijuar një grup dhe një staf të shkëlqyer, por edhe trajneri Afrim Bilali, një trajner me ego, një trajner me disiplinë, një trajner vërtet i niveleve të larta në basketboll evropian, bashkë me zëvendës trajnerin e tij Bruno Hoxha, një staf i shkëlqyer, një duet i bukur, kur edhe ai shpallet kampion me U18-at, Bruno Hoxha. Beskida është duke kaluar duke u bërë një nga akademitë më të forta, po nuk mund ta anashkaloj akademinë tonë. Patjetër që do të flas për emrat e trajnerëve tanë si Ardi Gërmau, i cili është një trajner i ri, një trajner që duhet fitojë eksperiencë patjetër, por që e njeh mirë fushën e basketbollit, po të jetë i kujdesshëm dhe me ato që unë sapo përmenda, me psikologjitë e lojtarëve dhe me disiplinën, gjë që siç e thash Afrim Bilali me punën e kanë të kompletuar. Mendoj që dhe Ardi futet në këtë elitën e trajnerëve. Kemi Kliti Savulin, një trajner që ka ego të fitojë dhe të përfitojë akoma nga leksionet, nga gjërat e reja, nga studimet, trajner vërtet që karakterizon një disiplinë e egur. Unë me këta 2 trajnerë dua t'u bëj me dije që vitin e kaluar
u caktuam unë trajneri i parë dhe këta të dy ishin zvendca të ekipit kombëtar të U16. Kemi qenë një treshe fjerakësh, ku gjithë ishin skeptik për grupin tonë, por që ne ja dolëm. Ne ja dolëm dhe kemi marrë medaljen e argjendit kampionatin Europian divizionit C në finale me Kosovën, një finale shqiptarësh. Megjithatë, një medalje e arritur që kishte vite pa u prerë. Ndeshja më e bukur për ju si trajner, cila është? Si trajner, ai kampionat është i paharuar që unë kam bërë në 2006-2007, ku ne u shpallëm vendin e parë me asnjë humbje. Çuna të gjithë fjerak. Dhe kjo është ajo që unë e them edhe më mbush. Domethënë, lojtar fjerak, trajner fjerak, klub fjerak dhe një vend i parë fjerakësh. Dhe nuk mund të ndaj dot, po ndeshja më e bukur ka qenë me Skënderbeun në Vlorë. Ka qenë ndeshja e parë e fazës dytë, Skënderbeu i kthehen shumë lojtarë. Dhe ishte në vendin e dytë. Dhe kthehet në një gazetë, shkruante një nga lojtarët me emër, lojtarë që vinte nga ekipi Dinamo, se rikthehesh përsëri në Skënderbeu në këtë fazë, dhe thuhesh që ekipi fjerak është në vendin e parë, por është sepse kemi qenë ne mungesë për ekipin e Skënderbeut si lojtar. Dhe rikthimi jonta nuk ka gjuhë tjetër vetëm fitoren kundër Apollonisë në stadiumin e Flamurtarit, se ka qenë dhe e keqja jonë që ne luanim jashtë shtëpisë tonë. Edhe ndryshe nga herët e tjera, unë në analizën që bëja para ndeshjes, në ato 10-15 minutat para se ata të hynin në nxemjet e ndeshjes, rria gjatë. Vendosja ekipi kush do luante, strategjinë time të lojës, është hera e parë që unë kam folur shumë pak. U kam thënë, ju do jeni lojtarët e peshës, dhe kam hedhur gazetën që unë bleva ku ishte bërë ky shkrim, dhe i kam thënë lexojeni, dhe në qoftë se ato fjalë dalin të vërteta, ju të keni të vizor që ose arrin Skënderbeu të uraj. Dhe kam dalë jashtë derës, do të dalë te psikologjia tani. Kam dalë jashtë derës duke dëgjuar ovacionet e çunave, nuk e di çfarë emocioni, kur ata bërtisnin dhe thoshin ne do ta shqyejmë Skënderbeun, domethënë ajo gazetë nga ana psikologjike i ngriti shumë moralisht. Unë qesha dhe jam ulur në bankim, nuk kam lëvizur fare, kam pritur nxemjen e tyre dhe ata vërtet i kanë dhënë leksione Skënderbeut, edhe pse ishte vërtet ekip shumë i mirë. Normalisht me atë ekip duhet na rrinte, por ai djali që kishte bërë shkrimin në gazetë, ai djalë u mbrojt shumë mirë, sipas detyrës që ne morëm, dhe ishte lojtar kombëtar. Ai djalë mori përsipër dhe u shkëput nga grupi i tij, por kjo gjë funksionoi ashtu si ne e donim. Dhe kur kam mbaruar ndeshja, ai ka kaluar dhe unë e kam thirrur. Renaldo të lutem, i thash, Kaçori. E them sepse një lojtar që vërtet më ka lënë mbresa të mrekullueshme, edhe sjellja e tij ishte shumë modeste. Edhe e kam thirrur të jap një këshill, i thash. E para një si të duhet ndeshja. Dhe përgjigjja e tij ishte presor në ra dhe bravo i qoftë, keni luajtur shumë mirë. Shikon, ne ju rami, thashëm, po sot ju ka rarë kjo gazetë, thashëm. Dhe një nga këshillat e mia do të jetë që para ndeshjes asnjëherë mos i nënvlerësoj ekipet dhe asnjëherë mos jep rezultat pa e njohur dhe pa e ditur se çfarë motivi ka ekip, çfarë force ka ekip, sepse ajo gazetë ka motivuar çunat sot që të jenë kundra Korçës më të egër se sa kur. E thamë dhe më përpara për pjesën e ekipit privat që ka kaluar në kujdestarin, le të themi, të bashkisë Fier. Atëherë, në momentet e Covidit, unë me atë pasionin tim ngrita akademinë time, në thonjë se akademia është fjalë e madhe. Ngrita shoqatën time sportive Ke Art. Ke Art është bashkimi i emrave të dy djemve të mi, Kedit edhe Anit, edhe Artur, Teuta, gjithë familja. Do thëmë, e bëra modeste këtë, emër përfaqësoj familje, edhe pasionin tim normalisht. Dhe me fëmijë të cilët filluan në vash avash, ko Covidi ishte, duhet të afroheshim dhe prindrit ishin shumë të dhënë pas një sporti, se po kalonin
një jetë pasive dhe ishte një nga ngjarjet më të mëdha që kanë ndodhur në gjithë botën, ku po unin jetë njerëzish. Edhe filluan të merrin pjesë në kampionatet e moshave U14, U16, ndeshje miqësore. Kemi goxha trofe me ato mosha. Dhe në një ditë të bukur para 2 vjetësh, dhe unë e përgëzoj nga zemra, shefi i klubit ose drejtori i shumë sportit Fjerak, Palion Zarko, një emër i njohur i çiklizmit Fjerak dhe më gjerë çiklizmit shqiptar, me detyrën e drejtorit sportiv për shumë sportin, na mbledh të gjithë komponentëve të basketbollit në përfjer, që merreshin me ato ekipet private dhe jep një mendim të qartë. Na jep një mendim të bukur, pse jo të bashkohemi të gjithë në një emër të vetëm dhe Apollonia, një fanell që ne na dhëm, një fanell që ne duam, një fanell që ne e meritur, si shtash nuk jam pak, po 48 vite me këtë fanell. Dhe unë sinqerisht për modestit do ta them që edhe pse ekonomia ime ishte shumë herë më e lartë, 3 fishin e asaj që unë sot marr, kam pranuar për hir të pasionit, kam pranuar për hir të basketbollit Fjerak, kam pranuar për hir të atyre fëmijëve që bën pjesë e fanellës madhe të Apollonisë, dhe kam përkrahur mendimin e tij, disa nuk e kam përkrahur, por shumica e përkrahëm dhe ne ngritëm akademinë tonë që sot ekziston me të gjitha grup moshe. Merr pjesë kampionatu 14-ave, U16, U18, do të marrim me U20 dhe me Super League për meshkuj. Djem, domethënë që jemi Super League, do në vendin e 3, dhe ajo që unë duhet bëj me dije dhe publikun Fjerak, është që ne do të marrim pjesë dhe në ligën unike për këtë vit. Pra do të jetë një vit dhe një sezon i ngjeshur. Falenderoj Bashkinë e Fierit, e cila është ajo për te ambientit që na ka ofruar mbështetjen qoftë financiare, qoftë me sponsorët, na ka ofruar mbështetjen morale, ku ne kemi ngritur një grup të fortë së bashku me Aldin. Aldi është trajneri i ekipit parë, unë jam trajneri i parë i ekipit U18-ave, Odise Profka është një emër tjetër, unë jam pas lojtar timin atë vit të suksesshëm që po flasim, dhe sot është trajneri U16-ave. Të tre punojmë së bashku me ekipet, me mbështetjen e Palionit, që i cili asnjëherë nuk na ka munguar në stërvitje, në shi, në breshër, në ndeshje jashtë Fierit, brenda Fierit. Mbështetja e tij ka qenë vërtet për t'u admiruar, jo gjithkush e bën. Dhe kjo na ka bërë që ne të jemi të suksesshëm në këto 2 vite. Vitin po flas për U18-ën që unë drejtoj. Vjet ka bërë një kampionat të bukur, por nuk arriti të kualifikohet në fazën e play-offit, por ka bërë ndeshje për të mbajtur mend, ndeshja me Vllaznin, humbur sekondat e fundit, ka bërë një fitore me Goga Basket, e cila ajo u shpall kampion dhe ne kemi fituar në këtë fushë, një fitore me ekipin e Dinamos, një ndeshje shkëlqyer e djemve, kurse si vjet kampionati ka qenë vërtet model, ne kemi bërë 19 ndeshje dhe kemi fituar 15 nga ato, dhe humbja në play-off me ekipin e Teutës. Në 0.8% e sekondës ne kemi humbur ndeshjen, as një sekondë, po 0.8% e sekondës na kanë nxjerrë nga lufta për titullin kampion. Kështu që ata çuna që janë të talentuar, pa përmendur emra, se unë nuk kam qef në moshat e tyre të përmend emra, sepse uri në kokë, bëm pak i keq duke u tërhequr veshin, por më mirë kështu dhe ata të ecin para, se sa ne me duart tona ti dëmtojmë duke u rritur mendjen, duke thënë jeni më të mirët e tjerë. Ata do bëhen më të mirët kur të kalojnë në ekipet e para, nëse do kenë atë dëshirën, pasionin, me stërvitshmëri, siç e tham, 3 orë e sipër. Ne jemi gati, ne i presim, i mirëpresim në këto fusha, i mbështesim dhe mendoj që do të arrijmë rezultate. Pra, unë pranova ta mbyll shoqatën time ke Art Basket edhe do bashkohem me Apollonin dhe të jemi këtu ku jemi sot, pse jo të ngrem dhe trofet. Edhe sa kohë duhet basketbollit shqiptar, gjithmonë për mendimin tuaj, që të jetë konkurrent në rajon edhe më gjerë? Atëherë, basketbolli shqiptar nuk mund të themi që jemi në momente të këqija, jemi momente të mira. Okej, perëndimi është
lartë, sepse ka një infrastrukturë, ka një akademi fuqishme që në moshat, siç e thash, 3 vjeç e lartë janë të fokusuar tek sporti, sepse sporti kthehet edhe në karrierë tek ata. Kurse ne akoma nuk jemi që mund t'u ofrojmë tyre të rinjve vërtet t'i afrojmë drejtimin sportiv si karrierë. Sepse kur them nuk i afrojmë, akoma nuk janë pagat kënaqshme, të cilat vërtet shikojnë si karrierë, siç është futbolli, dhe ne dimë shumë mirë që futbolli është kryer në biznes në kuptimin e mirë. Një prindër çon fëmijën, edhe kjo s'është gjë e mirë. Investon tek ai për t'i marrë mbrapsht benefitet kur ai po duhet jesh i talentuar, se jo kushdo bëhet. Dhe këtë prindrit duhet janë më të qartë, sepse nuk e kuptojnë mirë. Edhe është pak faj trajnerëve të cilët t'i afrojnë shumë në marrëdhënie prindrit. Një prind është si një prind shkon si një tifoz, si një amator, ti je i profesionist i vërtet, nuk mund të pranosh diskutime me prindin në rangun profesional. Dhe kjo barikadë duhet vendosur patjetër, sepse dëmton atë që është produkti sportistit. Dhe sportisti mirë nuk mund bëhet pjesë të ashetemeve të prindit me trajnerin apo, por duhet të bëhet ka një udhëheqës që është trajneri. Duhet të bëhet i betuar mbas udhëzimeve punës tij derisa të arrijë ku ai dëshiron. Po flasim pak për sekretin sportiv. Pra ju keni skemat tuaja, i përgatisni ato ndonjëherë dhe pa ju thënë lojtarëve, pra nuk e thoni gjithë skema, po thoni një pjesë të saj. Një trajner që keni përballë të ekipit kundërshtar në një ndeshje të radhës, e kupton ndonjëherë këtë skemë dhe juve humbisni? Atëherë kjo është pjesa më e bukur këtu. Kjo është pjesa më e bukur e finalizimit të ndeshjeve. Domethënë e përgatitjes para ndeshjes, ne përgatitemi, po vërtet përgatitemi me skema, të cilat i përgatisim që momentin që fillojmë sezonin e kampionatit, kemi edhe strategjinë tonë dhe gjithmonë hedhim skema të reja në lojë, në fushë, por do t'u themi sekret, domethënë nga ana profesionale, që edhe ju ta kuptoni më qartë se si funksionon një ndeshje. Atëherë ne bëjmë scouting dhe janë këta trajnerët që unë përmenda, si Afrimi, Erkandi, i Tiranës, i Kamzës, i Shkodrës, i Vllaznisë, Eni Llazani, domethënë Brunua, edhe janë në emra të cilët vërtet hyn në plejadën e trajnerëve profesionistë, por shkojnë drejt të qenurit profesionist. Atëherë funksionon kështu. Në moment që ne paraqisim skemat, dim si do dalim në lojë, po përveç se paraqisim si do dalim lojë, ne bëhemi gati dhe për ekipin kundërshtar. Çfarë duhet të kuptoni me? Atëherë ne kemi ndeshje të filmuara me ekipin kundërshtar. Dhe bëjmë scouting, se kështu quhet, skautimi i ndeshjes, duke analizuar ndeshjen dhe lojtarët, se cilin një nga një lojtarët e ekipit kundërshtar, skemat që ai los, dhe ja bëjmë në dieni lojtarëve dhe ekipit tonë. Mënyrën se si luan një lojtar, mënyrën se i mbron, mënyrën se i gjuan, si ikën nga e majta apo nga e djata, dhe pak a shumë ne lojtarin tonë para përgatisim për atë që do t'i vinë në fushë. Po edhe në krahun tjetër ndodh një dhe gjë. Domethënë dhe ekipi kundërshtar ka bërë skautimin e ndeshjes në mënyrë profesionale, na ka marrë masat, por ne gjithmonë lëm një apo dy skema rezervë të cilët ai nuk ka arritur t'i skautoj dot. Pra në çdo ndeshje ne dalim me një skemë të re, të cilët e kemi përgatitur gjatë javës, dhe këtë e përdorim si armën kundër skautimit që ai na ka bërë. Po të njëjtin që besoj se ai bën. Edhe ekipet që bëjnë, dhe vërtet konkurenca këtë kampionat ka qenë tej masë e fortë. Ndeshjet janë ndarë me 1 pikë, sekondat fundit, ndeshje shumë vështira, me Durrësin e kemi 3 ndeshje me 1 pikë të humbura, domethënë që konkurenca shumë e lartë. Jemi pothuajse afër fundit, dhe mendoj që ka ardhur momenti të ju dhash shumë mesazhe, po një mesazh përfundimtar për të rinjt, pse duhet ta ndjeki basketbollin, pse duhet merren me basketboll? Normal që dhe ju shumë mirë që drejtoni pyetjen vetëm tek sporti që unë aderoj, që është sporti i basketbollit, dhe është një sport inteligjent, një sport dinamik, është një sport që sinqerisht e them,
shumica kanë dalë në universitete, lojtarë, jo vetëm këtu, në gjithë botën. Sepse thash është inteligjenca shumë e lartë, pa lënë sportet e tjera për vlerat që ato kanë, është pjesa e shtatlartësisë, jo se sporti basketbollit të zgjat, se është keq kuptohet që nga prindrit. Por duke marrë me sportin e basketbollit, ne zgjojmë ato muskuj, grup muskujsh, të cilat janë në gjumë. Dhe pikërisht duke qenë tërkohën në kërcim, normalisht ajo zgjatet dhe krijohet ato pak centimetra që mund të ndihmojë sporti basketbollit. Por pjesa tjetër do të jetë më tepër pjesë sociale, që unë do ta referoj edhe jo vetëm sportin e basketbollit, po atje ku fëmijët ndihen mirë, pse jo ku gjejnë veten, se jo të gjithë bëhen basketbollistë. Dhe unë mendoj që duhet merrem me sport. Duhet të merrem pranë fushave të sportit dhe unë kam vënë në re që ka hyrë trendi te prindërit, kanë filluar të interesohen, kanë filluar të sjellin fëmijët pranë fushave, sepse të largohen para nga smundja e shekull. Është telefoni. Është kryer për ne. Smundja pavarësisht se ne e përdorim shumë për punë, unë pakën e kam pjesë të punës. Por gjithsesi duhet të them që vërtet është kryer një smundje e shekullit. Ne ulemi në tavolinë 3-4 njerëz bashkërisht, maksimumi është 2-3 minuta, mund të jemi pa telefon secili. Dhe fillojmë secili në mënyrën e vet, të komunikojë, të bëj largon. Pse? Atëherë 3 orë stërvitje, ora 6 me 9, dark, do të thehet i lodhur, një dush, ushqim, do lexoj nëse ka diçka për të lexuar që ka lënë mbrapa në mësimet, po ju garantoj që gjumi e pret. Nuk ka fuqi, nëse ka kryer një stërvitshmëri kompetitive, të plot dhe të saktë dhe të fortë, jam i bindur që ai do të flet. Pra, në ora 5 është nis nga shtëpia, erdhi në pallat sportit, bëri stërvitshmëri, vajte ora 9, ora 10, 11, iku në gjumë, erdhi ora 7-8 e mëngjesit dhe ikin në shkollë. Pra, po ta vësh re me kujdes, është goxha kohë e marr që ja kemi rrëmbyer telefonit. Ja kemi hequr telefonin në duart. Dyta, ushqimi. Është kthyer, dhe unë do ta jap mesazh këtë. Nuk e di kush do ta gjejë zgjidhjen, nuk e di, edhe pse e di shumë mirë kush janë organet që duhet veprojnë, apo uja apo tjetra. Ushqimi është kthyer vrastar, sidomos për fëmijët. Po shikoni që po mbasin jetën mosha të reja. Hormone, koncentrata nga të gjitha anët. Mbani dorën, sepse po sjellni një Covid të tmerrshëm me këtë ushqim të cilin ne po ham. E dim shumë mirë çfarë kemi ngrënë kohët më përpara, vetëm se kanë qenë pjesa që ne i kthemi bio, dhe dim shumë mirë se ku ishte jetë gjatësia. Kurse sot dim shumë mirë që moshatarët tanë po ndrojnë jetë, edhe po rriten fëmijë, po dëgjojnë fëmijë me smundje të këqija. Këto kanë qenë, nuk janë dëgjuar ndonjëherë. Dhe pse? Faktori ushqim. Dhe domethënë, çfarë do të them, ata ushqejnë keq. Ky brez i ri po ushqet keq. Po ushqet me ushqime të koncentruara, niveleve topta, të skaduara, e ku di unë. Duhet që patjetër ne si trajner ja fusim në edukat në regjimin ushqimor, disiplinë ushqimore i themi, disiplinë taktike, disiplinë gjumi, të gjitha këto bëjnë që fëmijët e tyre do të jenë ndryshe nga fëmijët e tjerë. Për shembull, ne kur ikim në Darzez, që bëjmë atë fazën përgatitore, nisim në orë 7-8 mëngjesit, dhe mendoni që ne jemi në vrapime në ora 8 mëngjesit në bregun e detit. Dhe unë kam i pyetje që u bëj me shumë sinqeritet, ku ndodhen moshatarët e tyre në këtë orar. Ai që kanë dhënë gjithë natën për telefonat duke u lumtuar në lojrat e tyre, jam e bindje që deri në ora 12 të drekës janë për gjumë. Kështu që një thirrje për gjithë të rinj, për gjithë prindërit. Ore nuk do të bëhen basketbollistë, nuk do të bëhen futbollistë, por do të kalojnë pjesë të jetës tyre, do ta kalojnë pranë lojrave sportive, shëndetshëm, fizikshëm, sepse ne dim shumë mirë. Kur mbarojmë universitetet, na vjen koha e punës,
krijimit të familjes, nuk na del kohë. Por do të them një gjë tjetër që i ka vrarë këtë brez të ri, është tek prindrit gabimi. Unë kam dy gjëra. Domethënë unë nuk mund të them ka sportist të keq, nuk mund të them ka nxënës të këqij, nuk mund të them ka fëmijë të këqij. O ka trajner të këqij, mësues të këqij, prindër të këqij. Ky është mesazhi, sepse ne i drejtojmë ata. Ata janë pasqyrë. Dhe të shikosh një fëmijë 13 vjeç, 14 vjeç në lokal me xhaxhain, me papajin, për të pirë kafe, e ku di unë, ku ne, brezi jon, ajo që diskutuam çfarë. Unë deri 18 vjeç kam luajtur me moshatarët e mi, poshtë sa na thresin prindërit për të thirrur lart, kurse këta janë burrëruar para kohe, po i çojnë në punë që 13 vjeç, 14 vjeç, shumë mirë që mësojnë edukatën e punës. Por ai ka kohë, ai ka nevojë të lozi. Ajo vajzë ka nevojë të lozi, jo të merret me të gjitha punrat, me biznesin e shtëpisë, me të gjitha që i ngarkojmë ne, në hallet, problemet familjare, por atë fëmijë po e vrasin. Bota nuk lejon. Bota thot, mosha duhet luaj, duhet argëtohet, dhe duhet i kaloj etapat e fëmijërisë, të gjitha një nga një, dhe t'i shijoj ashtu siç i takojnë. Ka humbur. Artur vërtet kjo ka humbur. Dhe thirrje i lini të luajnë. I drejtoni drejt lojrave. I drejtoni të marrin atë që i takon sipas moshës që ai ka. Mos i burrëroni para kohe. Ky është mesazhi im. Nuk e di çfarë mund të them tjetër. Atëherë duke u falenderuar për intervistën interesante, gjithë informacionet ishin shumë të vlefshme, duke u uruar suksese me ekipin. Uroj që të jemi përsëri në të ardhmen për të... Faleminderit juve. Është vërtet një falenderim nga zemra, dhe jo personalisht për këtë intervistë ku u prek jeta ime, u prek ekipet e tjera, por më tepër është nga ana juaj, është një punë profesionale për të dhënë mesazhe tek njerëzit, për të dhënë informacione. Siç e thatë, edhe ju morët informacione që jeni në fushën e gazetarisë, informacione që nuk i keni prekur, dhe nëse ne do të kemi bashkëpunime të tilla, jo me Arturin vetëm, ka shumë njerëz të tjerë të aftë në fushat e tyre, unë u garantoj që ju do të ktheheni zëri i këtij qyteti për të treguar ku janë eventet, ku janë aktivitetet, çfarë bëhet, si realizohet, e pse jo dhe kritikus për gjërat që nuk shkojnë, dhe pse jo dhe për të dhënë projekte të cilat rinë sirtar, dhe atare heronjë të heshtur, rinë të heshtur, jeni ju ata që i kujtoni dhe i ngrini emrin atje ku e meritojnë. Ju falenderoj, sinqerisht është kënaqësi të jem pranë jush.